I nderuar doktor Berisha, mirë se keni ardhur në librazhin ton të dashur. Të nderuar bashkëqytetarët e mi, të nderuar demokrat. Ndihem shumë i privilegjuar sot si kryetari i Partisë Demokratike të rrethit librazh për para jush në këtë moment që shënon jo vetëm bashkim të forcës tonë politike, por dhe si një kapitull të ri për të ardhmen e vendit tonë. Sot më shumë se kur Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Prej 12 vitesh një forcë politike që erdhi me premtime fantashkencë ka marrë peng jo vetëm shtetin, por dhe shpresën e shqiptarëve. Qeverisi me arrogancë, korrupsion, me indiferencë të theksuar ndaj hallëve të përditshme të shqiptarit të thjeshtë. Librazhni dhe prejasi, si shumë qytetet e tjera të Shqipërisë janë lënë harrez. Rinia po largohet, dashur. Ekonomia në kolaps, arsimi dhe shëndësia në udhkryq. Shërbime publike larg qytetarit. Këto janë pasojat e një modeli që ka dështuar. Këto janë modelet janë pasojat e një modeli të dështuar. Por sot jemi këtu për të sjellë shpresë sepse Partia Demokratike nuk është vetëm opozita, është alternativa reale. Është alternativë reale me një program të qartë, me një vizion të ndershëm realist për të ardhmen, me një program që fokusohet ekonomia, drejtësia, arsimi, dinjiteti i çdo shqiptari. Doktor Berisha, në drejtimin tënd dhe stafit drejtues Partisë Demokratike, me mbështetjen e çdo qytetari të lirë, të çdo demokrati, ne do të rikthejmë besimin tek politika si një mjet për të bërë më mirë. Shqipëria meriton më shumë, librazhi meriton më shumë, prejasi meriton më shumë. Është koha për të hapur një faqe të re. Është koha për të thënë mjaft këtij degradimi 12 vjeçar. Dhe si thot një shprehje e madhe, kur populli ngrihet, asnjë pushtet i kalbur nuk mund ta ndalë. Prandaj le të ngrihemi së bashku, të votojmë numër 1 dhe kandidatët tonë, të votojmë për ndryshimin, të votojmë Partinë Demokratike, të votojmë për të ardhmen, një dhe vetëm një, për të qenë njësha në të gjithë Shqipërinë. 11 maj është shumë pranë miq, prandaj ju ftojmë të bashkohemi së bashku. Me plot të drejtë, le të bërërasim dhe njerë, fitore, është vetëm një shpresë.